është një nder dhe është një kënaqësi shumë e madhe, është shumë e bukur. Për mendimin tim janë edhe krenaria e qytetit tim. Era Azemi po ashtu ishte pjesë e kësaj ngjarje e këtij koncerti dhe sigurisht mbështet kolegët e vet. Era, besoj që u ndjeve mirë gjatë performancës? Përveç se unë ndjeva mirë, unë ndjeva edhe shumë e respektuar, sepse me të vërtetë të bësh muzikë pikërisht me persona që i pat më përpara, është një nder dhe është një kënaqësi shumë e madhe, është shumë e bukur. Për mendimin tim janë edhe krenaria e qytetit tim. U interpretua në fund 2 këngë me të folmen e Pollogut, Tetovës, dhe besoj që këto ishin këngët që ngjallën më shumë të interes. Nuk do thoja që ngjallën më shumë të interes, por që sikur ndjehen më shumë, sepse në fundit po performon publiku tetovar. Po, performon në Tetovë dhe çdo kush e ndjen e pëlqen pak më shumë. Së shpejti, meqense po afrohen edhe festa, do të kemi koncerte nëpër qytetet e Maqedonisë, me një, do thoja, me këngë të cilat prezantojnë normal shqiptarët, festat e nëntorit, këngë flamuri e të tjerë.